adresojmë atë destinacion si një ishull që ka qenë vetëm në posedim të Ministrisë Mbrojtjes apo një zonë ushtarake. Tashmë është një ishull që nuk është se përdoret shumë pak, turistë shkojnë edhe sot atje, por ku ta gjejmë të marrë një formë kësaj natyre për të ketë një investim që realisht do të bëjë energji. Zoti kryetar, një investim i tillë në ishullin e Sazanit do të eklipsonte Vlorën në vetvete apo do i shtonte Jehonën? Absolutisht jo. Ne jemi duke shkuar, qeveria, ministri Rama, bashkia dhe gjithë në ku ta gjejmë të ketë investim të tillë, sepse edhe gjithë ato investime që po bëhen tashmë, që kemi aeroportin këtu, apo qoftë edhe pjesën e tunelit që lidhet dhe gjithë pjesën e jugut, gjithë to komponent që kanë filluar të zhvillohen, krijojnë atë hartën e strategjisë, temi që shkojnë në funksion edhe të këtyre gjërave, para këtyre investimeve të reja. Ne kam përshtypjen, jo kam përshtypjen, por shumë e qartë. Momenti që bëhet ky investim, ndihmon edhe prodhuesit vendor, pra lokal. Me gjithë ato produktet që kemi ne, dhe patjetër që shton edhe vëmendjen drejt qytetit të Vlorës. Absolutisht që është një bonus ne ku ta gjejmë të filloj sa më shpejt dhe të mbaroj sa më shpejt. Absolutisht vetëm gjëra negative nuk ka, por vetëm pozitivitet si ka investimit në qytetin e Vlorës. Ndalemi pak më tepër tek sezoni, a janë operatorët të gjithë të përgatitur në lidhje me atë që i pret? Operatorët kanë kohë që janë përgatitur, sepse kanë edhe indicie nga vitet më parë, me të që Vlora gjatë kohës sezonit turistik që i quajmë pra veror më saktë, sepse sezoni tashmë fillon që në muajin mars në Vlorë, pra ka prezencë tuajsh pafund. Përgatitjet kanë filluar, po hotelet pothuajse në muajin maj kanë filluar të jenë pothuajse në kapacitet mbi 80%, 85% përnotuara. Imagjinoni gjatë kohës sezonit që jetojmë tani, hotelet janë pothuajse fund. Pra ka prezencë shumë të lartë tuajsh, përgatitjet nga ana e operatorëve turistik, pra hotelierë dhe restorantet janë të marra me kohë, kanë shtuar personel, paga më të mira nuk diskutohet për ata që punojnë me ta, dhe ne si bashki arrim detyrë që të jemi gjithkohës alert në teren për të përmirësuar edhe kushtet apo shërbimet sa i përket pastrimit qytetit, problematika tjera që mund të hasim rrugës, pra jemi të gjithë në sy e vesh edhe fizikisht në teren për dhe më të mirën tonë. Për sa i takon Bregdetit, a i keni ndarë se ku është zona publike dhe ku është ajo private? Zona publike ka shumë në fakt tëra, kjo edhe për shkak të LKM-s ka dalë fillim pitit për menaxhimin e hapësirave përgjatë Bregdetit. Vlorës i është shtuar një rip i gjatë plazhesh publik që është pjesa e zonës së Zvërnecit, pra gjithë Bregdeti atje është plazh publik. Ne kemi arritur edhe të kemi një kombinim apo një bashkëpunim me operatorët në atë zonë, i kemi marrë të gjitha çadrat, i kemi marrë ne si bashki, pra i kemi huazuar dhe janë në dispozicion të publikut falas. Patjetër që kemi një plazh tjetër në Lungomare, gjë e cila është një investim i përsëritur nga ana e bashkisë, kemi vendosur çadra falas atje, do të bëjë një plazh tjetër publik në plazhin e vjetër, pra në drejtimin tjetër të Vlorës, edhe aty do të jetë po prapë me çadra dhe shpresojmë tjetër me shezlong atje. Ndërkohë që ka pjesa e Orikumit, një sasi të mirë dhe për gjatë Bregdetit që është zonë publike, dhe shpresojmë që kjo gjë të shkojë mirë. Edhe pse ka tentativa nga shumë operatorë apo nga individ që ndonjëherë tentojnë të zaptojnë apo të marrin në një terren pak më shumë, jemi gjithkohës në bashkëpunim me policinë e shtetit, me policinë bashkiake, me IMT-n, në qëllim që të shtrirojmë sa më shpejt edhe nëse ka një tentativë të tillë. E qartë. Hapësira publike ka plot, ne na mbetet prapë të shërbejmë pjesën e mirëmbajtjes në ato zonë. Për sa i takon sigurisë në plazhe, i keni marrë masat? Siguria në plazhe, në fakt ishte vendosur si kusht operatorëve që kanë marrë stacione plazhi, që kanë përfituar kontratën, ndërkohë që ne si bashki jemi gjithkohës duke bërë thirrje dhe kjo është më se 4 herë që ne kemi publikuar, 3 herë më falni që kemi publikuar faqen tonë, nuk është se kemi pasur kërkesa, do detyrohemi të vendosim vullnetar sepse nëse presim që të aplikohet është pak sa vështirë. Do shikojmë edhe një mundësi se si mund të arrisim pak pagën për ta, në qëllim që edhe aty tremujorsh, qoftë edhe student që nuk janë në punë për momentin, të bashkohen kësaj nisme, dhe të bëjnë trajnimet e duhura me drejtorinë e emergjencave. Ajo që lexojmë ne online kohët e fundit, sidomos nga rrjetet sociale, prishja e objekteve në zonën e radhimës kryesisht duket se ka shqetësuar pushuesit. Pse pikërisht në këtë sezon? Çështja në këtë sezon, gjithmonë do të ketë sezon, sepse Vlora tani mund të thash, sezoni në Vlorë nuk është më 3 muaj, është 9 muaj, kështu që gjithmonë duket si fillim sezoni, por aty ku realisht konstatohet apo identifikohet që ka një problematikë kësaj natyre, ku nuk respektohen rregullat sa i përket edhe pjesës së
hapësirave të ndërtimit, ata që janë me leje dhe zgjerohen, patjetër do të merret një masë konkrete dhe